Përshëndetje gjithëve miq që takuam në Albania Newscast në këtë episod të fundjavës. Kemi shumë të ftuar, shumë tema që do t'i trajtojmë. Kam kënaqësinë që në këtë pjesë të kem një personazh I cili ka marrë vëmendje të madhe të opinionit publik, ka bërë buj me deklaratat e tij, ka patur edhe probleme, nuk duhet të harruar edhe ky element. Do t'i flasim të gjitha këto. Kam kënaqësinë të kem sipërmarrësin dhe CEO-n e MCN Televizion, Endri Meksin. Endri, faleminderit. Kënaqësi shumë që gjetë kohën të vish në Albania Newscast, një iniciativë e re imja personale dhe para në Shqipëri e këtij formati. Faleminderit shumë, kënaqësi që të kam. Asgjë, kënaqësia ime Albert, falenderoj për ftesën. E shikoj që edhe me purën tradicionale dhe më bëhet qefi sepse që e ke, sepse tregon origjinalitetin tënd dhe unë prandaj të vlerësoj njerëzit që janë origjinal. Endri, futemi më njëherë në temë. Si ndihesh fillimisht? Ke kaluar peripeci, kërcënime jete, drejtësi, spak, një trysni e madhe. E shikoj që partnerin tënd më besnik ke purën. Ke partner tjetër kaq besnik? Po, kam të stafi një tuf njerëz, kam dhe familjen pranë pa dyshimi, po nuk u quaj partner në sensin e asaj pyetjes tënde. Pura është një element qefi, më shumë edhe pak show. Se kam pi cigare gjatë, 40 vjeç që kam nisur, kështu që s'mund të quhet pjesë aq partnere, aq besnike. Si ndihesh me gjithë të presion? Është një trysni e madhe, të drejtësia, vëmendja e opinionit publik, deklarata, kërcënime. Pra ti ke kaluar, po themi, një sër peripecish, ke bërë një udhtim, ndoshta jeta e dytë, po flas simbolikisht. Kjo e jetës dytë qëndron, por të ndihen shumë mirë. Pa shaka, pa hipokrizi. Kërcënime si I ke marrë? Ato ngjarjet që ju dinin, nuk është se ka pas element tjerë, pra nuk është se ka diçka të fshehur. Kështu që ato element që kam bërë publik, ka qenë zgjedhja ime që në sekondën e parë që ndodhi incidenti I parë për të qenë tërkohës në krahun e policisë shtetit, pikërisht për të shmangur çdo interpretim, keq kuptim, keq trajtim, manipulim të ardhmen. Familja si I ka përjetuar? Endri, më thuaj të vërtetën. Për ata që nuk e din, djali kryeministrit Aleksandar Meksi, një nga intelektualët, një figurë shumë pozitive, ende shumë e vlerësuar në opinionin publik. Familja është në shumicën e momenteve pa qartë. Kështu që nëse s'kam asnjë problem për të folur për të, po do të ishte bisedë shumë e gjatë, nëse do duhet trajtonim në detaje mënyrën se kanë perceptuar ata këtë histori dhe se kanë kuptuar. Për shumicën e tyre, kryesisht prindërit, ishte surprizë ajo që u deklarova në 29 mars. As ata nuk e prisin? Jo, ndjenin time nuk e kanë ditur. Më ka patur djeni të plot datë 26 dhe datë 27 mars të historisë time personale dhe diçka dyshoj që ka perceptuar diçka më herët në shkurt këtij viti, 2-3 detaje le të themi që kanë rrjedhur, por asgjë më shumë ndjenin time. I mat nuk besoj përpara në asnjë lloj skenari. Ndoshta edhe vetëm data 29 tamam është qartësuar pasi unë e thash vetë, se ndoshta edhe ato 2 ditë përpara mund të ketë pas dyshime mbi ato infot që kanë ardhur në familje. Im vlla e ka ditur, një pjesë e mirë e stafit, mund të them të gjithë pa përjashtim e kanë ditur, kështu që në këtë aspekt surpriza ka qenë do thoja vetëm te prindërit. Po djali? Djali I madh, djali I vogël po. Si u ndjen, si e përjetuan? Jo mirë. Shkurt jo mirë. Me kë po lufton Endri Meksi? Pyetje shumë e komplikuar. Jemi në proces zbulimi. I di kërkar miq? Deri diku, s'jam I qartë. Nuk jam I qartë. Siç e kam thënë disa herë, besoj duhet të jetë kuptuar nga patan aktorët e medias që janë aktiv në ndjekjen, që janë le të themi të vëmendshëm. Unë kam vënë fokusin në daljet e mia publike tek dezinformimi. Dhe po bëj një farë kujdesje më shumë se zakonisht në këtë këndvështrim. Jam shumë I bindur te çka kam thënë, që do thotë që duhet të jem akoma më vigjilent vetë për mos me bë gabime në këtë sens. Kam disa ndjesira mbi njerëzit e përfshirë për shkak të kontakteve dhe njohjes me ta, por nuk jam I qartë mënyrën se si janë përfshirë, qëllimin tamam dhe çfarë ngatesa kanë bërë. Pjesa që dim është pjesa e Gjysagasit, por nuk është vetëm ai, pa pikë dyshimi. Po përse Gjysagasi? Përse do duhet se di, unë lidhja që kam bërë dhe që kam deklaruar është
ajo e bastave, nuk më rezulton lidhja tek akshi dhe tek pjesa medias. Janë element pa dyshimi pjesëmarrës në këtë histori, kanë peshën e vet, por gjykoj që është më e vogël. Pjesa medias e shoh vetëm tek bezdisja eventuale që në fakt tani po e bëjmë, por që nuk ka qenë më përpara në sjetet e mia. Pikërisht, ti ke ruajtur një profil i tërhequr, rrjetet sociale ke qenë aktiv, po më shumë duke bërë edhe pak humor, batuta, satirë. Rrjetet sociale të mia, kush i kanë ndjekur, kanë qenë gjithmonë te humori, unë përthyesë s'kam. Po, unë i kam ndjekur rregullisht. Nuk kam asnjë status politik. Jam përpjekur fort për të gjën. Ti e njëre donin ti vëlla, mund ta pyetësh, kur ai bënte status politik, kryesisht i ka pasur për kryeministin Edi Rama, unë e kam gjithmonë kritikuar sepse i thoja nuk ka asnjë sens. Hajde në ekran, fol çfarë don, dhe ai del në shumë ekrane, pra nuk si duhesha unë, në të sens, ai është i ftuar i edhe të mua ka qenë i ftuar, te ty, te televizionet tjera, ka televizioni, te Syri ka qenë rreth një vit e diçka bashkëpunëtor, pra ka pasur akses pa problem në të sens, dhe thuaj mendimet e tua, ndjenin time se ka censuruar njëri ndonjëherë. Kështu që me sa ja di edhe bisedat. Kështu që në të sens i thoja tek privati mbaje për çështjet tua të gustos tënde. Jo se e kritikoja se prishën një punë, se çfarë thoshte në ekran, padyshim ka më vlerë. Po pikërisht për të mbajtur një ndarje mes asaj që të karakterizon në gusto, në stil, pra zakonisht Facebooku, për ata që nuk kanë faqe profili publik, pra që nuk janë përfshirë politika diku, unë gjykoja që duhet ta mbante tek muzika, tek eventet e personale, tek fotot e tij personale, tek ku diun çfarë mund të ishte diçka opinione mbi çështje të caktuara ndryshme të jetës civile. Ai është avokat, ka studion e vet, shumë okay të shpreh gjëra mbi opinionet juridike. Madje kam nxitur pas herë që të ishte më aktiv në të sens. Te pjesa politike kam gjykuar që nuk ja vlen. Dhe pikrisht ky mendim ndaj tij, pa u zgjatur mbi Redonin, vinte edhe tek sjellja ime që bëja. Un kam mbi 3000 postime, më duket pak a shumë. Të gjitha janë kryesisht tek humori, tek meme, tek gallata. E kam mbajtur në të sens. Ky ka qenë qefi. Dhe pas herë kanë një foto personale, por janë shumë të ralla. Kurse në të optik unë nuk shija interesin aq të madh të medias tek puna ime, në sensin e mundësisë për të qenë aktiv me godita apo me diçka siç po ndodh sot, dhe nuk mendoj që sulmi i Zotit Agasit ketë qenë tek logjika e medias. Te kam theksuar disa herë për shkak të miqësisë time mua, ndjenin time nuk ishim aq larg sa që ai të kishte një interes në atë sens. Pra njiheshit më parë apo jo? Njiheshim absolutisht. Por ndoshta tentativës time na keq përdor. Tjetër gjë, jam akoma i qartë kjo pjesë ku mund të ketë qenë interesi. Te pjesa e akshit unë kisha një periudhë mbi 2 vite, po thjesht jo aktiv aty në procedura prokurimi, shumë pak aktiv. Që do thot prap nuk shoh ku ti ke bezdisur aq shumë apo çfarë ata mund të menduar që unë do bëja që të gjykoja aty një luftë apo një përplasje. Te pjesa e basave është tjetër histori dhe prandaj e shoh aty arsyen. Çfarë ka ndodhur me akshin? Endri, e shikoj që flitet shumë, por nuk është se ka një gjë konkrete. Kush është problemi me akshin? Çfarë ka ndodhur që flitet për skandale, miliona euro abuzime, po ndërkohë kur kërkon nuk është e qartë, pra opinioni publik është shumë i paqartë. Unë gjykoj që është shumë i qartë dhe se ti e një me detaje, po opinioni publik ndoshta nuk i njeh kaq mirë. Unë në gjykimin tim them që është një çështje shumë e qartë. Por në çdo rast kam vlerësuar si këmbështimin tënd që ma thot tani përballë, po edhe ti njerëz që kam dëgjuar edhe stafi im që kanë paqartësira. Për këtë arsye ka qenë ky angazhimi më i fortë si imi në 15 ditë të fundit, po dhe tërësi më CNTV-s, kur kam kuptuar, le të themi jam qartësuar dhe unë që ka nevojë për më shumë insistim te këto temat dhe më shumë sqarim, qoftë e pasere dukur përsëritës një të gjë. Unë si natyrë pasi e konsumoj një temë, se mos në ekran e gjykoj që nuk e vlen të thehet më me idenë që ishte i qartë. Por është gabimi im ky, sepse duhet një lloj përsëritje. Opinioni publik do në një farë mënyrë goditur me një farë insistence dhe persistimi. Kështu në të sens të gjë po bëjmë. Akshi është një aferë shumë e turpshme e mënyrës se si një grup njerëzish, 10, 15, 20 veta, ndoshta pak më shumë nga jashtë po aty brenda, janë ngatëruar mes tyre për të paracaktuar pa ndalim tendrat para prokurimit publik të akshit. Pra në një farë mënyrë për të le të themi të vjedhur, zhvatur, që si duash termin, aty është bërë dhe punë pa dyshimi, që do kujdes ky term, por për të marrë fondet publike. Rrugës procesi ju është komplikuar,
dhe kaluan dhe në element të botës kriminale. Kryesisht për përfshirjes, do thoja unë, të dy persona kyç që janë Ergyll Sakasi dhe Marbeqiri. Për momentin nuk del në informacion që të tjerë aktorë të këtij grupimi kanë pasur kontakte të tilla dhe të kenë shfrytzuar nëpërmjet kërcënimit apo informacioneve apo skema ndryshme element botës kriminale. Për çfarë shifrash flasim, abuzimesh, nëse mund të flasim? Akshi ka një buxhet serioz në vargën e institucioneve shqiptare, është e të parët. Kështu që në të sens gjykoj që vlerat kanë qenë çdo vit mbi 70 milion euro si buxhet. 70-80 milion euro çdo vit të paktën. Për të qenë të sakt, për të bërë një vlerë të saktë, të asaj që mendohet që ky grupim ka marrë do pak punë, dhe jemi duke nxjerr, sepse dihen emrat e firmave të lidhura në këtë aferë dhe le të themi nëse fokusohemi në vitet 2022-2025, pak a shumë, mund të bëjmë një tabelë saktë, por nuk e kemi akoma, kështu që do thoya mos të japim një numër, sepse mund të gabojmë dhe duket edhe pak sa keqdashëse në këtë periudhë ku po përpiqemi të japim informacion sa më të saktë për të pastruar, siç edhe ti, për të bindur apo të qartësuar opinionin publik. Do të shkoj Endri Meksi deri në fund kësaj betejë? Pjesës time që më përket mua personalisht po. Pra përpjekjes time, e kam fjalën, jo historisë time. Përpjekjes time po. A do ja dalim dot për ta qartësuar, na mungon shumë informacion. Materialet që disponojmë janë ato publike që dihen, pra vendimet e GKK-s dhe aksesi në faqet shtetërore të informacionit, siç është APP-ja, Agjencia për Prokurimit Publik, ku është buletini, Thesari, pra pjesa Open Data Ministrisë së Financave dhe vendimet e KBP-s, duke qenë një pjesë e lidhur në këtë aferë. Të tjera instrumente janë shkesat për informacion, por që janë më ngadalta dhe duan kohën e vet, kështu që është më e vështirë për t'i përdorur në këtë përpjekje për të qenë më aktiv në prodhimin e lajmit në të sens. Personat nuk flasin. I kemi kontaktuar pothuajse të gjithë aktorët që njohim dhe të gjithë heshtin nuk duan të flasin. Pra, Endri Meksi ka purën e tij dhe mendjen e tij në këtë betejë që do ta vazhdoj dhe do ta ketë të gjatë apo jo? Të gjatë. Unë dua të marrë sa më shpejt si histori. Patën kjo pjesë që i përket kësaj afere, po themi, sepse nuk shoh në interes me të zgjatur. Unë e kam thënë disa herë që shpresoj në çdo lloj forme që Akshi në tërësi mos cënohet nga kjo histori. Jo vetëm për interesin tim si kompani që punoj me Akshin, dhe që duhet punoj më shumë me Akshin. Por gjykoj që në tërësi për tërë situatën shqiptare ja vlen të gjej një formë për të urime këmbur, le të themi. Si është kjo formë nuk e di. I do dhënë besim dhe kujdes aktorëve që janë aty aktualisht, besim dhe kujdes do thotë që mos ti minojmë me kërcënime apo me tjera metodologjira, se ato po luftojmë të moment. Këtë histori që unë kam quajtur shantazhi dhe dezinformimi po luftojmë, që nuk ka një sens të madh bëjmë një gjë. Së pari dhe së dyti t'i lëm pak kohë sepse nuk është shokollajt. Janë procese teknologjike në vijim sipër që nuk është se bëhen brenda ditës. Pra ndryshe nga prodhimi i një lajmi, që është puna që bëjmë ti dhe unë, puna aty është paksa më e gjatë, kështu që më komplikuar. Po, kështu që do shpresoj ata të gjejnë formën, forcën për të dalë gjiron disa muajve, nuk them pastër, se është ndoshta fjalë shumë premtuese apo shumë shpresuese, por dalin solide, le të themi kështu ja. Endri, vijoj procesin. Ti ke qenë 5 orë në SPAK. Mund të themi për çfarë bëhet fjalë? 5 minuta. 5 orë 45 minuta, gati Kam jashtë. bërë një kallëzim ca ditë më parë dhe më kanë thirrur në kuadër të atij kallëzimit. Pra nuk është se ke qenë ti person ndjeni për një çështje ose në hetim. Si person ndjeni, po, mund quhet. Nuk është se kam i qartë me statusin ligjor që duhet caktoj, mund të jem dhe në hetim. E kam thënë më parë për koincidencë, pak ditë më parë ftesës time, sepse vinin vërdall llafe të ndryshme me objekt prap të kërcënimit apo të shantazhit, ta quajmë kështu që je në SPAK, që unë ka qelluar që kam thënë në intervistë tek MCN TV-ja një moment këtë detaj, por ndjenin time si person ndjeni, por mund të jem edhe në tjetër formë. Si ishe të jesh në SPAK, se nuk flet njeri, po unë dhe di që ti ke guxim, ose po themi guxim na thuash diçka të zgjaja që mund të thuhen. 6 orë si periudhë gjatë, të tërish merresh në pyetje atje si funksionon. Është kaq e rënd edhe brenda, se nga jashtë perceptohet shumë e rënd. Doja ta shmangnim sepse nuk dua të cënoj as edhe mënyrën çfarë shton aty. Jo, më jep një përjetim. Po, jo detaje. Përjetimi është i qetë, nuk. Pra ti shkon atje merresh në pyetje? Po. Si në çdo zyrë prokurorie, thjesht padyshim SPAK-u sot gëzon një status shumë veçantë në Shqipëri dhe kjo krijon
pa dyshimin totalisht lidhet të lexim në tërpën e publik si dhe në vetë. Që në të sens është diçka më serioze, më personale dhe ka një impakt si në perceptimin tënd aty brenda, si edhe në sjelljen e të gjithë aktorëve të tjerë. Siç më pyet ti, më ka pyetur pothuajse çdo kush që nga ditë, kështu që në këtë këndvështrim qëndron ky aspekti impresionues. Po unë do thoya diçka shumë personale nga natyra dhe kaq. Endri duat bëj gjitha pyetjet Po. që qarkullojnë edhe si thashë theme. Gjitha jepi. Endri Meksi shumë i lidhur me vllajën e kryeministit Rama, është e vërtet apo jo? E kam shok, Olsi Rama. e kam patur përpara shumë shok për shkak dhe të tyre llafeve, le të themi frekuentohemi shumë rrallë, por e kam shok. Shumë i lidhur është jetë term. Pra nuk është se ka marrëdhënie biznesi, ka marrëdhënie shoqërore. Zero marrëdhënie biznesi. Se qarkullon diskutim, ti besoj ke dëgjuar edhe vet. Zero marrëdhënie biznesi. Po për politikën çfarë mendimi ke? Edhe këtu thonë që mban anën, ke qenë kundra zotit Veliej, ke qenë pro një klani tjetër në PS, si është e vërteta edhe këtu? S'është as pak e vërtetë. Zoti Veliej shpresoj një ditë ndoshta ajo të largët të jetë në gjendje të lirë dhe nëse do pyetet mund ta konfirmojë, ne kemi patur marrëdhënie të dy bashk, kemi biseduar, nuk ishim shok, nuk ishim miq, po marrëdhënie unë do ta quaj korrekte. Dhe leximet vinë prapë me keqdashje. Me keqdashje për të krijuar konflikte mes palëve, si duket ky sporti i preferuar disa aktorëve në Shqipëri, që i lëvizin këto mekanizma, Nga sepse kartë, unë si. vetë personalisht nuk kam pasur ndjenjën time as edhe një lloj përplasje personale me të, paktën 5 vitet e fundit që të gjykohet diçka në këtë sens. Ai kur ka dashur të më shkruaj ka shkruar, totalisht i lirë dhe nuk ka pasur asnjëherë në një çdo lloj reagimi jo normal nga ana ime, jam përgjigjur në çast sa kam pa mesazhin, madje mund të them me kënaqësi, sekretari i bashkisë që shkruan, kështu që nuk do ishte marrëzit mendoje kundërta e para kjo. Kjo ka ndodhur 4-5 herë në 2 vitet e fundit, para se ai të ishte në stotën që është sot, pra 2023-2024 më themi. Unë i kam shkruar në 2023 për një favor për t'i kërkuar atij, që nuk u bë, diçka totalisht banale, por që kam pasur në komunikim me të, dhe ai më shpjegjoi direkt. Kështu që në këtë sens, ky perceptimi i të qenit në llogore në luftë është idiotësi totale, nuk ka pas diçka të tillë. MCTV-ja është ekran televiziv, si i tillë është në garë me 10-12 aktorë të tjerë dhe kërkon hapësirën e vet për të arsye ndjek disa tema, kaq. Kaq përket mua, pastaj leximet e mi qartë si i bëjnë dhe jam okay me to, nuk është se i debatoj. Po besoj ke hasur dhe ti këto perceptime. Pafund. Sa i përket klanit tjetër PS-s, duhet ta Klani zonjës Balluku flitet, që ti jemi sinqert dhe i qartë me opinionin. ndryshe nga çfarë thash për zotin Veliaj që kam patur dhe komunikime, ky nuk është rasti i zonjës Balluku dhe është përsëri një keq lexim akoma më i madh. Unë gëzoj respekt për të dhe kaq. Kam një marrëdhënie pune me një ndër institucionet e varësisë së saj që ka qenë, që është RSH-ja dhe kaq ka qenë tërësi dhe ime. Gjithë të tjerat janë 99.9% nga ana aktorëve të tregut të rëndësishëm keqdashje në lexim, nga ana e publikut i kuptoj dhe okay. Who cares? Për politikën çfarë mendimi ke, Henri? Ti vjen nga një familje e djathtë, djali me një trashëgimi të madh nga babai jot, djali një ish kryeministri, pra një peshë e madhe, Si e shikon ti politikën? Pra si gjendet më mirë Henri me të majtën apo me të djathën, ideologjikisht ose edhe në jetën personale? Ideologjikisht unë jam biznesmen, ndjek biznesin që në të sens gustot e mia janë tek e djathta, por nuk është se nuk kam element të majtës, po themi këtu e 80 vite më parë, ajo që ka quajë majta klasike, se sot ka evoluar dhe ajo përgjigj. Nuk është se kam interes politikën, veçanti që të thuash kisha qëndrime të veçanta në lidhje me të. Më intereson shumë. Si pjesë e medias më intereson të përplasem me të, sa të punë bëjmë atë biznes kemi. Pse jo për ta influencuar atë, nëse do kishim mundësi, po është fjalë e madhe shumë, kështu që do shumë kujdes sepse s'kam kushte ta bëj. Po kjo ka qenë këmbështimi im. Si shikon të djathën aktuale? Cop. Më cop nuk ka. Po të majtën? Partinë Socialiste. Është një fazë të veçantë të saj, jemi në vitin e 13 të pushtetit të kryeministit Rama, që padyshim e majta si parti ndoshta do matur fjalët si e shprehim, por le të themi mund të kishte nevojë për rifreskim. Zoti Rama e ka bërë rifreskimin çdo që ka pasur zgjedhje duke futur aktorë të rinj. Ajo që ka ndodhur këtu është që kur nuk i fut quhet problem, kur i fut quhet problem, prandaj them nuk është se kam shumë qejf të bëj politikë, se duket se kam
diçka për të thënë që ka një interes dhe nuk ndahet kollaj nga leximi. Është në pushtet pothuajse absolutisht të sigurt, nëse nuk do të në një qamet, që padyshim kjo e kushtozon sjelljen e partisë. Partia është shumë jashtë rolit. Është më në rol qeveria dhe shumë në rol figura vetë Kryeministit Rama. Që është një situatë atipike, le të themi, nga ato që zakonisht komentojmë apo duam të lexojmë nëpër libra. Pra situatat kur pushteti ndrohet në 4 apo 8 vite. Pak a shumë siç ndodh shumicën e rasteve, megjithëse edhe Evropa së fundmi ka përshtimet e saj, që nga rasti i zonjës Merkel e tjerë me radhë, që nuk është më ai modeli klasik. S'di që atë më shumë e pësën, se nuk është se një nga afër, një disa aktorë dhe kaq. Pra, nuk është se një dinamikat e saj nga brenda që të mund të gjykoj për partinë në vetvete. Flasim pak për median, që ti e ke themeluar, e drejton, më se në të vënd, si është të jesh drejtuesi i një media? Është kompetitive apo jo? Nuk është dhe e lehtë në shumë aspekte. Është shumë qef. Të shijon? Shumë. Pra, përveç se ti je një drejtues i saj, më duket sigur je edhe një gazetar, futesh edhe në rolin e gazetar, pa të shijon në disa dimensione. Kam qenë shumë pak, jam tani më shumë edhe më shijon më shumë. E shikon një biznes që ja vlen ta vazhdosh në të ardhmen, pra shikon që media po ndryshon pak? Gjykoj që ja vlen, po. Da vazhdoj. Po ndërkohë, gjithë kjo vëmendje, gjithë ky diskutim, të qenurit në dritën e projektorëve, më duket sikur të shijon pak brenda vetes. Më shijon, po. Dhe beson që kjo mund të kthehet në diçka ndryshe në të ardhmen? S'jam i qartë që mund të kthehet. Se përsëri jemi në një situatë lëmshi në mënyrën si lexohet. Unë po të tregoj i sinqert, them si e shoh. Patjetër. Po jam shumë i sigurt që edhe në qarkun e ngushtë të njerëzve për me, le të themi ata 10-15 njerëz që bashkëpunojnë më shumë, leximi nuk është i njëjti dhe nuk është ky imi, kështu që jam okay me mendimet që kanë si publiku nga larg që nuk na njeh, ata që na shohin TikTok, Instagram, rrjetet sociale të ndryshme. Unë po të them mendimin tim. Mua më shijon shumë dhe kaq. Ende është e vërtet media në kohët e sotme? Nuk po flas për median tënde, flas në tërësi. Po kur ka qenë e vërtet? Kur ka qenë e vërtet? Në të sensin që e shtron ti pyetjen. Pra, ka ndryshuar qasja romantike prej kohësh. Jo, nuk mendoj. Media është në themel është një biznes. Padyshim, gazetarët mund të diferencoshin në këtë këndvështrim. Pra ke gazetari historik të ndryshëm në tërë qytetet e botës që janë dedikuar me pasion, mund të quhet në kërkimin dhe së të vërtetës. Po nuk besoj se ka ndonjë që ka shkruar vetëm vërtetën. Qoftë për fakte profesionale, pra për gabime që mund të bëhen të rastet e shkrimeve më teknike, qoftë për mangësi informacioni. Kështu që cila është e vërteta? Ishte pyetja iniciale nëse ta kthehen në spektrin filozofik. E vërtet, unë do ta diferencoja tek piknisja, pra kur ti tenton të jesh të paktën dhe leje pastaj sa del të jesh. Edhe në këtë optik gjykoj që sot media nuk është e vërtet, nëse termi ishte për formën 100% absolute. Si këtu si jashtë. Sidomos në rastin e zotit Trump në Amerikë të dyja zgjedhjet e tija, si president po dhe kur humbi, u pa qartë një polarizim pothuajse ekstrem i shumë media, po me efekte deri në Evropë. Ai komentoi të masën në formë partizane edhe në mediat europiane. Dhe ku ishte këtu e vërteta? Janë aktorë të tregut, kanë të drejtën për dhënë opinione, kanë licencën e themi, megjithëse sot s'duhet shumë ndajon në rrjetet sociale dhe duan të influencojnë të tërë opinionin publik aq sa mundën. Nuk është e vërteta objekti i saj. Degradë fort kjo. Po kjo është e vërteta, do thënë unë sa radhë. Jetet paktën pronar drejtues media që mos gabojmë tani po rrin televizion apo jo. Po fizikisht po flasim. Fizikisht po. Se mëndërisht. Përse kjo zgjedhje? Zgjedhje idiote ndodhi në fund janarit e kaq, nuk është se ka ndonjë qëllim nga pas apo në filozofi. Është praktike për mua dhe pse jo. Pra e shikoj që ndihesh mirë në median tënde, po, ndihem shumë mirë. Gazetarët janë komod apo jo? Ti kesh miq. Do të pyetesh ata për pjesën sa janë komod ata, shpresoj fort që po. Mendoj që ose të paktën mund të kem parë disa reagime e pastaj me duke si perceptime ndoshta edhe në mosbezisje të parit paksa çuditshëm. Po pjesa e madhe mendoja që janë shumë komod, nuk janë influencuar fare. E ardhmja si e shikon të ardhmen? Pra në muajt, në javët në vijim, do vazhdoj kjo betejë e jotja? Thash dhe më parë, do doja të marrë sa më shpejt.
kjo pjesa strikte e historisë, gjysmë personale, gjysmë të Akshit, Zotit Agasit dhe Bastave. Kam frikë që nuk ka për ndodhur, sepse nëse leximi im është i saktë, pjesën e Bastave do vazhdoj edhe gjatë. Por ndoshta jo me këtë lloj dinamizmi dhe pasi çështja e Akshit të mbyllet dhe në botën e drejtësisë, do humbi interesin, që nuk shoh do të ishte edhe bumerang dhe për ne si staf dhe ndërsi si biznes, nëse do insistonin për të një pike kur nuk ka asnjë interes. Për aq kohë sa vlen kjo logjika që thamë në fillim e insistimit për të qartësuar çështjen, mendoj që vlen akoma. Për të një momenti gjykoj që nuk ka asnjë interes më. Kjo do të zej vendin e vet në kohë kaq. Stili i gazetarëve shqiptarë që pas ku del një deklaratë nga Spaku apo gjykatat, reagojnë, bëjnë një lajm. Mendoj që do ngeli pastaj në këtë nivel. Pra del diçka e re tek tuk dhe vazhdon. Nuk shoh interes publikut që ta ndjeki më vonë. Çfarë të ka ndryshuar gjithë kjo histori, gjithë kjo peripeci që ke kaluar edhe personale, edhe në aspektin e filozofisë sipërmarrëse, çfarë të ka ndryshuar më shumë? Më ka ndryshuar plot gjëra, po jam i paqartë për ta perifrazuar saktë në këtë moment. Është akoma në ndryshime sipër të themi. Po ka ndryshuar plot gjëra, kjo është e sigurt. Situata që po kalon Shqipëria, Endri, ti e një Italinë shumë mirë, ty ke bërë studimet. Është e krahasueshme me Italinë e viteve 92 kur filloi procesi i manipulitet, pra një proces që zhduku gati 1500 politikan i burgosi, biznesmen, dhe u shua një klasë politike, mbaroi Republika e parë, filloi Republika që është aktuale. I ngjason ca elementi, jo, nuk besoj se është e ngjashme goxha, jo. Ku ka element që ngjason, sipas teje? Sepse duhet të dalë më pas te pjesa krimi organizuar e kontrollon Shqipërinë siç flitet edhe në optikën e një biznesmeni apo thjesht ka disa elemente të caktuar. Krimi organizuar që Italia kishte në 92-shin ishte shumë më i strukturuar, mafia dhe shumë me penetrim në shoqëri. Mendoj që ka deri diku një ngjashmëri në Shqipëri, por nuk është në atë përmas ajo. Mos ta frym kot, nuk besoj. Italia vinte që nga vitet 70 diçka me një mos them që 67-ën, incidenti i parë, me një rrjedhë të gjatë të aktesh terroriste. Shqipëria për fat si ka patur, po thuaj se asnjë s'mund të quhet akt terrorist i Mirfield, nga ngjarjet që kanë ndodhur pas here. Ka dinamizëm bota e nëndeshme, pa pikë dyshimi dhe okay, ka dhe shtetin që bën përpjekjet e veta. Pjesa që ngjan është tek risia e drejtësisë, po tashmë nuk është më fillimi, jemi te viti 5, viti 6. Që nuk jenë tamam në 92-shin në të sens, momentin që po shpërthen në Italinë në 92-shin procesi manipulite. Pjesa që ngjan prapë janë emrat e prokurorëve të veçantë, që lakohen shumë dhe që kanë më rol, janë më dinamik, më Itali u futën politik. Zoti Domani ka thënë që jo këtu. Të paktën deri tani. Di Pietro u fut dhe nuk i shkoi në politik në fakt. U bë ministër i drejtësisë, po nuk pati një karrierë as të gjatë, as të që të binte në sy. Po riste pula në një kur pash një informacion të fundit kishin bërë një material, merrej me fermë, edhe po kishte qef pulat më sa pash. S'di ç'a them, se kam ndjekur më, po ma bit kjo gjëja deri diku. Jetonte në një fermë. Ishte një person shumë i pëlqyer nga italianët në vitet pas 92-shit dhe u bë ministër ku nuk shkëlqeu në asnjë formë më sa më mend, mos qofsha. E vërtetë është, e vërtetë. Okej. Dhe kaq, kështu që nuk e shoh si hap të detyrueshëm apo të nevojshëm në këtë optikë. Pra mund dalë dhe gabim. Bile më them që rritja pulave mund të jetë shumë e kënaqshme në sensin praktik, sesa të bësh ministri në qeveri ku nuk gjen kur veten. Dhe kërkoj që në krahun aty që ke sulmuar deri dje. Pra ai ishte goxha luftëtar të pjesa e sulmit, pastaj jeni pozitë ku do të mbrosh të kundërtën. Si Nikola Gratteri sot bëj ministër i drejtësisë, është të kosëm përplasje me qeverinë, është shumë aktiv në drejtat e tija, ndryshe nga Di Pietro i fillimit në 91-92-shit, edhe për shkak të drejtave sociale që atëherë nuk ishin. Dhe në këtë optikë se shoh dot në politikë, kupton, pavarësisht se ai bën politikë në Gratteri në farforme, influencon politikën dhe vendimarrjen italiane, se është goxha aktiv. Te referendumi i fundit ishte përsëri aktiv, pati goxha reagime, flet me publikun, por kaq. E bën për punën që ai beson dhe gjykon, që ja vlen. E shikon politikën si një opsion në të ardhmen tënde? Jo. E prerë apo ka një hapësirë? E prerë, s'di ta them tani, mos ja fus kot, më kupton. Unë para 2 muajsh nuk shija të situat ku jam sot, kështu që të prej diçka të tillë do gënjeja me forma absolutiste. Nuk është se kam ndonjë qef që thua që e synoj këtë moment.
Për ta mbyllur, cili është përkufizimi që Endri Meksi si publik I jashtëm I jep Endri Meksit si personazh I javëve e ditëve të fundit? Pra çfarë I thot Endri Meksi publikut për Endri Meksin? Shumë e vështirë. Do thoja një frazë që ma kanë etiketuar disa herë së fundmi një I çmendur, me pak humor, e kam hedhur si meme. I fundit, personazhi I fundit që e kam dëgjuar këtë gjë, ka qenë Edi Rama. Okej, mirë, më vjen mirë. Keni të ngjashmëri, jo gjatësie. Edhe të më kanë thënë. Pra unë shikoj që në këtë jetë të dytë të Endri Meksi ndoshta po lind një politikan apo jo? Jo, nuk besoj, jo. Jo, do doja që jo në fakt. Unë pëlqen pjesa e biznesit, e them realisht në formë sinqertë, por nuk është hipokrizi. U bë viti 19-20 që merrem dhe më ka shijuar gjithmonë. Pavarësisht se pjesa e medias të fut në politik, I bie të futur në politik për të bërë më mirë biznesin. Do ishte shumë gabim në këtë optik. Edhe ndoshta fatkeqe në të ardhmen. Që nuk shoh ndonjë kënaqësi time për të bërë politik për qytetarët, që të gënjej kot vetëm tani, kupton. Po rishpikim vetëm, po jo deri në të lloj mashtrimesh. Endri Meksi në fund të kësaj interviste. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi që të kisha, të uroj gjithë mirat dhe shpresoj që kjo çmenduria jote të marrë fund për mirë. Okej. Le të zjasit sa. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Me këtë intervistë erdhëm në fund të pjesës së parë të Albania Newscast, do shkëputemi pas pak, do rikthehemi me situatën politike. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, subscribe, jepni komentet tuaja. Si e thash, do t'i lexojmë të gjitha, do t'i shqyrtojmë dhe presim dhe sugjerime për tema dhe të ftuar që do t'i trajtojmë të ardhmen. Dhe atëherë jemi pas pak me pjesën e dytë. Përshëndetje gjithëve miq, që takuam përsëri në këtë pjesë të Albania Newscast. Do flasim për politikë në këtë pjesë. Ju mos harroni na bëni dhe subscribe në rrjetet tona sociale, na shkruani, jepni dhe opinionet tuaja për tema të saktuara, por edhe pyetje, sugjerime, si ju kam thënë, I kemi lexuar të gjitha me vëmendje, me detaje dhe padyshim pyetjet që keni për të ftuarit, ne do t'ja u bëjmë atyre, por edhe sugjerim për ndonjë çështje, për ndonjë temë që doni ta trajtojmë. Në këtë pjesë kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Klevis Balliu, deputet I Partisë Demokratike, një deputet I ri, po që me njerë është konsoliduar të ata zëra të fortë që ka kjo forcë politike në opozit. Zoti Balliu, faleminderit. Kënaqësi që të kam. Kënaqësia ime dhe të përgëzoj shumë për misionin e ri. Kjo është realisht e ardhmja, është si më e lirë këtu. Këtu jemi totalisht lirë. Themi çfarë të duam, çfarë të kemi dëshirë dhe gjitha temat. Më pëlqeu dhe mua kjo, pak më lirë. Po, më lirë. Shumë më lirë. Se gazetarët janë mbyt pak ka presionet ndryshme kur shkojnë te këto. Sa më e madhe tjetër është një shprehje për restorantet tonë, shpesh sa më I bukur restoranti aq më keq ushqimi. Sa më I thjeshtë jetë restoranti aq më I mirë ushqimi. Edhe me mediat duket se aty po shkojnë. Sa më të mëdha janë bërë këto, po kur vjen puna tek thelbi, tek informacioni dhe tek këto, shumë presione. Edhe jemi kuptoj se e vërtet është. Zoti Balliu, para se të futem në tema politike që do t'i trajtojmë në detaje, Partia Demokratike e të tjerë, më jep një koment si ndihesh kur shikon sulme në rrjetet sociale, kritika, jo bëj këtë pyetje të gjithëve, sepse ka presion ndaj atyre që janë figura publike, aq më tepër dhe politike, është dy fish apo jo? Patjetër, unë mund të them që jo ndër të vetmit, por besoj jam I vetmi në parlament, që kur jam bërë deputet për të parë apo kam filluar jetën publike, nuk kam shirë kur asnjë koment. Asnjë, dhe po të hysh në faqen time të Facebookut, ke 300, 400, 500 komente në një status që shajnë me fjalë nga më të ndyrat, nga çdo gjë me kërcënime dhe kur kam refuzuar që t'i heq. Asnjëherë nuk është fshirë asnjë koment. Për një arsye thjesht, kur je njëri publik, ty t'jepet privilegji për shkakun që ti futesh në parlament, që janë 140 veta dhe ti je open to scrutiny. Pa ti je I detyruar të pranosh çfarëdo lloj ofendimi apo diçka tjetër që të bën. Dhe ka një gjë tjetër, ato pasaj të cilat janë me udhëzim, bien në sy për komente. Pa duket se ke 100 veta nuk mund të thonë të njëjtën fjalë. Ka dhe raste të tilla që po përgjithsisht ashtu janë, por në të gjitha rastet mendoj që është shumë gabim heqja e tyre, edhe kur janë kërcënime, sepse ka dhe kërcënime, ka kërcënime marr për ditë. Po I merr seriozisht kërcënimet? Se okay, dakor. Fyerjet pak a shumë. Gjë është për tu marrë seriozisht në ato raste, por kur merresh me çështjet që merrem unë që janë krimi dhe korrupsioni,
ato unë i kam marrë parasysh që ditën që kam vendosur të merrem me këto çështje dhe nuk më bëjnë përshtypje fare dhe unë plus jam rritur në një familje që kërcënimi ka qenë konstant. Për shembull, mbaj mend në 97-ën, 98-ën, telefonatat që vinin nga bandat e Vlorës për mua, për familjen time, për babain tim, cili shkruante tek 55 në atë kohë, ishte një nga gazetat e vetme që shkruante me emër për Zan Çaushin, këto tjerë, në atë kohë nuk konceptohej ti thoje këto. Kërcënimet ishin të pafundme. Edhe një farë kohë, mos gaboj, ne kemi lëvizur me makinat që shoqëronin atë kohë doktorin. Pra, kërcënimi ka qenë gjithmonë pjesë e jetës tonë për shkak të punës dhe besimeve që ne kemi pasur. Unë jam rritur me këtë problem. Këtë presion, me këtë trysni. Dhe realisht patjetër nuk vjen mirë, ndonjëherë shqetësohesh, por kuptimin e kësaj është gjë që e kam marrë përsipër. Familja si i shikon? Babi patjetër që është Do pyes edhe për ata. Po familja po flas bashortja, nëna, motra. Po për shembull Fiorella që është me cilën unë bashkëjetoj, është gjithmonë ka pak të shqetësim, ka këtë problem dhe shpesh herë më thotë që duhet të kesh kujdes tani se kemi dhe çunin, është kjo. Dhe ajo është patjetër është më shqetësuar sepse dhe nuk e ka jetuar dhe me të drejtë. Dhe nuk e ka jetuar ashtu siç e kam jetuar unë jetën, kuptimin nuk është rritur në një familje politike që ky presion ka qenë konstant. Fiorella është një familje normale, është nga Vlora, ka ardhur këtu vetëm dhe ka arritur të çaj vetë një jetë. Pa patur një ndihmë nga familja. Se unë për shembull kam pasur një lloj ndihme, kam qenë djali i Fariballimit të partia. Edhe një lloj tradite, ndihmë, traditë janë bashkë. Ndihmë ajo, sepse ti hapte disa dyert, s'është kisha marrë vetëm unë në Angli. Në Angli kanë marrë më shumë njerëz, mund të ketë edhe studentë cilët kanë qenë edhe shumë herë më të mirë se unë. Por kuptimin që unë kisha pak më të lehtë rrugën se sa mund ta kishte dikush tjetër. Ndërkohë Fiorella erdhi dhe çau vetë, dhe ka qenë një nga arsyet themelore që pse mua më pëlqente edhe që pastaj u mora me të dhe arritëm këtu, arritëm. Më jep një koment për babain tënd, një gazetar i shumë i njohur, shkrues, lexues, e shikoj dhe në rrugët e kryeqytetit me libra në dorë, gjithmonë duket që është i apasionuar pas librit. Si të shikon ai në politikë? Të jep ndonjë koment, ka ndonjë kritik, i pëlqen ndonjë gjë, si pëlqen, si sillet me ty përtej kamerës? Ka pafundësisht kritika dhe është vërtet atë gjitha të drejta janë. Dhe unë mundohem që ta dëgjoj shumë. Ndonjëherë ai arroganca e të riut të pengon të dëgjosh, dhe ajo është një pikë e dobët për të gjithë të rit. Dhe sa më shumë ti dëgjosh njerëz që kanë më shumë eksperiencë, aq më mirë do të jetë. Dhe unë mundohem të paktën ti dëgjoj edhe kur nuk ja pranoj në sy, po pastaj gjithsesi bëj atë që thot ai në kuptimin e se si duhet të flasësh, apo për një libër që duhet lexuar, apo për një koment se si duhet analizuar. Unë jam pak më ekspresiv dhe pak më impulsiv dhe ndërkohë që puna që ne bëj nuk e kërkon atë impulsivitet, dhe patjetër në këtë kohë, se duke u rritur me përditshmërinë politike, patjetër dhe ti mëson dhe avash i kupton edhe këto gafa që ke. Po njeriu asnjëherë s'është perfekt. Patjetër. Rrugtim është. Fati im është që e kam babain tim që ta dëgjoj, siç thatë ju, ai është një tetë i lexuar, shkrimtar vet. Ka botime nga më të rëndësishme të Shqipëri, po themi vetëm për zonjën e zezë Nexhmi Hoxha që për vite të tëra ka qenë bestseller. Është i botuar në 11 gjuhë të ndryshme, pra është gati kudon për Europë, dhe është njëri që është marrë intensivisht me politikën, me role shumë të rëndësishme kryesore, patjetër mbështetje gjithmonë të së djathtës. Qase konservatore, republikane. Do të thonë të mendosh në 97-ën kur shumë njerëz janë larguar, babai im hapi gazetën 55. Që ishte në mbështetje të Partisë Demokratike. Dhe po në 97-ën botoi librin. Edhe se ka fshehur, ka qenë të paktën konsekuent, që është një qasje pro të djathtës. Dhe në 97-ën kur kishte një frym anti Berish apo gjithçka tjetër jo se kishte miqësinë e veçantë me Sali Berishën, por sepse besonte atë betejë, babai im votoi dhe librin Berisha përmes Kasandrave, që sa më shumë kalojnë vitet, aq më i vërtet dhe realist bëhet ai libër. Kush nuk e ka lexuar, po ti hedhë një sy, do të shikoj se si edhe sot e kësaj dite janë shumë të rëndësishme
Kasandrat ku lëviz Sali Berisha. Pra në këtë aspekt unë kam shumë fat që e kam. Me babain tim janë këshilluar shumë politikanë të rëndësishëm. Unë kam fatin që e kam Ti e ke falas. Kam dhe falas, po. Klevis, çfarë nuk i pëlqen? Më jep në një episod konkret. Dhe dua edhe këtë. Ose cila ka qenë një kritik që ai ta bën më shumë. Për fjalimin e fundit, jo këtë të kësaj seance, po në seancën e kaluar, më tha toni i zërit tha shumë i lartë tha, dhe është bie më shumë sy tha agresiviteti, mërzitja jote me qeverinë tha, se sa të dëgjohet thelbi i çështjes si ti po ngren tha. Nuk di unë ku të përqendrohem që e mërzitur ti tha apo se çfarë ka ndodhur. Njerëzit duan të gjejnë se çfarë ka ndodhur, se nuk i intereson që e mërzit ti. Interesante. Shumë kritik e holla. Po, domethënë, nuk mendoj që sa do vite tri unë atë sallë, apo të merrem me këtë punë, nuk mendoj që mund të arrijë ndonjëherë në standardin që mund të jetë plotësisht i pranuar për babain tim. Se nuk di mund të jetë në një rast i rrallë që ta ketë arritur sot. Futemi pak në politik, Klevis. Gara në Partinë Demokratike shumë e konsiderojnë një fars. Kemi ndërkohë zotin Saliani i cili thotë do ta marrë Partinë Demokratike, çështje kohe. Mos ishte më mirë që të bëjë një garë e vërtet për ta legjitimuar në Partinë Demokratike? Zoti Berisha nuk është se do humbiste, edhe unë jam me këtë parim, por gara duhet të ishte të paktën. Atë do ishte një garë fiktive, sepse shiko, shpeshherë në PD mbase një lloj kompleksi, unë nuk e di pse, është ideja që ne jemi të liberal, duhet të jemi kaq liberal, duhet të jemi kaq lirë, duhet kjo vot për këtë zgjedhje, për atë, ndërkohë kjo është vetëm parti në botë që bën zgjedhje për çdo gjë. Nuk ka parti tjetër që bën zgjedhje për gjithçka. Ne bëjmë zgjedhje për kryetarin e seksionit, sekretarin e seksionit, kryetarin e grup seksionit, sekretarin e grup seksionit, anëtarët e kryesisë, delegatët, nënkryetarët e degëve, sekretariatet e degëve, departamentet nëpër degë dhe në qendër. Ne bëjmë zgjedhje për çdo gjë. Në 4 vite të paktën një vit e gjys janë procese zgjedhore. Dhe duhet kemi parasysh që për një parti kaq madhe me kaq shumë njerëz, ka raste që një proces zgjedhor duhet shtyr, duhet bërë pak më vonë për një problematik X apo Y, se patjetër si çdo parti ka problematika. Dhe ty do shkon gjithë koha në procese zgjedhore. Unë mendoj që kjo është pak mendimin tim e tepruar në procese zgjedhore. Sepse partitë e djathta në botë, për shembull, po them Partia Konservatore në Angli, apo Partia e djathtë Republikanët në Amerikë, apo edhe në Europë, po doni ju, pjesën më të madhe të çështjeve kanë me emërim, se ka një hierarki. Unë jam i djathtë dhe besoj te hierarkia në këtë aspekt. Patjetër, procese zgjedhore për nivelet e larta të partisë duhet ketë, kryetarin e partisë dhe gjithë tjerë. Në rastin konkret që bëhet fjalë për një proces zgjedhor ku të kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike, një parti e themeluar nga qytetarët për liri, për demokraci, për t'i bërë ballë pikërisht regjimeve diktatoriale, është pa diskutim që duhet plotësosh disa kritere. Dhe minimalisht duhet të jesh një mbështetës i asaj betejë. Tani, unë nuk mendoj që ka njeri që nuk e kupton që po të shikosh pak 6 muajt e fundit, reagimet dhe statuset e disa personave, të cilët kanë përfituar nga Partia Demokratike, që sot i sulen dhe bëjnë vetëm analiza apo diskutime për opozitën, për PD-n, dhe nuk thonë asgjë dhe nuk kanë ndonjë aksion politik në lidhje me partinë me qeverinë, atëherë ti nuk e ke më këtë kriter. Tani kur opozita është në protest, dhe njerë thuhet protesta duhen bërë sot, se është shumë vonë, nesër, dhe pastaj thua që jo po që janë këto protesta. Pastaj kur protesta bëhet e fortë, jo po nuk bëhet për këto të fortat. Pastaj kur arrestohen njerëzit thonë, po jo po pse i lat arrestohen. Kur lirohen thonë ja u liruan se ka marrëveshje. Tani këto janë lojra. Është bërë një sport kombëtar kritika për çdo gjë ndaj opozitës. Edhe unë nuk jam dakord me këtë. Pra nuk mund të kritikohet opozita për çdo gjë. Pra këtu kam fjalën minimalisht se këta kanë drejtën e vet, por minimalisht mund të jenë kandidat. Gjithë diskutimi për mua është ky. Partia Demokratike unë e kam thënë publikisht në ndalje të tjera televizive. Ka një aksion pozitiv kohët e fundit. Është në institucione, është në terren. Gjithë diskutimi është a mjafton kaq për të kaluar për te oborrit të Partisë Demokratike, pra fakti që Rama është akoma aty qarta se nuk mjafton. Kjo është gjithë thelbi i diskutimit. Unë mendoj që vetëm moment që mund të themi që mjaftoi është kur ne arrim suksesin. Po, fitoria e zgjedhjeve. Fitoria e zgjedhjeve. Ajo është momenti.
Për sa kohë ne nuk arrim atë dhe pavarësisht janë vjedhur zgjedhjet, është bërë kjo, është bërë, ato qëndrojnë të gjitha, por suksesi jonë në të gjitha rastet është ndryshimi i qeverisë. Ky është suksesi dhe atëherë vetëm atëherë mund të mjaftojë. Për momentin nuk mjafton. Qofse nuk bjen sot, do të thotë që deri sot s'ka mjaftuar. Çfarë duhet të bëjë Partia Demokratike në këto zgjedhje? Pra, dakor, zoti Berisha është diskutimi i mbyllur. Në zgjedhjet e brendshme të saj. Edhe për zotin Berisha, nëse do të kishte, shiko, ishte fare e lehtë dhe mund të bëje mekanizma të tilla, të cilat mendimin tim do ishin të turpshme, që Sali Berisha ne gjendemi kandidat për Sali Berishën. Po themi të kandidoj Klevisi. Ishte një garë fiktive, një tallje me demokratët. Jo. Nuk mund ta bësh. Dhe në rastin konkret që ton s'ka zgjedhje, jo ka zgjedhje. Sepse demokratët kanë të drejtën të thonë që, shiko, nuk u organizua mirë ky proces. Do ta votoj kundër, sepse është me pro apo kundër në lidhje me zotin Berisha. Saliani thotë unë e mund Berishën, prandaj nuk më futi në garë. Po, Saliani tha dhe që Shkodrën e fiton Sali Berisha vetëm po zbritën alienët në 6 mars. Apo jo? Alienët nuk zbritën, në 6 mars bashkinë e morëm në Shkodër. Pra, ta janë çështje të Ervinit. Do flasim edhe për ato. Ato janë çështje të atij, shumë çfarë flas fare, po edhe janë çështje të atij. Për këto duhet pyesni atë. Në rastin konkret, nuk mendoj që ka njëri serioz që mendon që në atë parti sot për momentin mund ta merrte diku tjetër. Them or të gjithë mund të kenë qef, edhe unë mund të kem qef të jem kryetari i Partisë Demokratike. Po është një gjë qefi, është një gjë tjetër që a e ke mbështetjen ti, potencialin ti të organizosh një parti, a e ke ti backupin e antarësisë, a e ke fuqinë, or a e ke eksperiencën, që janë për këtë partit që krijon kështu për 30-40.000 veta në gjithë Shqipërinë, apo 15.000 vota, të marrim një mandat, marrim dy mandat dhe u quajnë që kemi bërë një parti, po ngecin aty. Nuk ka më avancim. Dhe pastaj në fund vinë e bin. Se këta i morin qafë gjithë Ilirmeta. Se këta kujtuan që ishin Ilirmet gjithë. E bëri Ilirmeta, po Ilirmeta ishte Ilirmeta, ka qenë kryeminist 30 vjeç. Kryeminist 30 vjeç, ka qenë ministër, ka qenë deputet 20 e sa vjeç. Nuk ta kujtuan gjithë dhe filloi ba mirë topjet gjithë. Ku janë këta të gjithë sot? Ku janë? Nuk është ajo, nuk funksionon kështu sepse duhet kesh një bosh. Unë nuk jam kundër të bëhen partitë e reja, po tani vjen keq, po ne kanë votuar 1 milion diku te 1.800.000 banor, ndërkohë ne kemi 138 parti. Në Itali kanë votuar 15 milion, janë 60 parti. Pra, shpënduri, domethënë, ne kemi s'ka ngjet njeri pa parti. Mos ta kalojmë këtë Partisë Demokratike. Duhet ndryshoj diçka në qeverisjen e PD-s 2026-2030, Këshilli Kombëtar, kryesia, a duhet largohen drejtuesit e qarqeve që kam dëgjuar nga zoti Luan Baçi, a duhet ketë një ndarje të pozicionit të deputetit me kryetarin e Degës, me kryesin, pra një deputet mos të ketë kaq shumë ofiqe. Unë kam bërë disa propozime. Cilat janë i themi? Për Këshillin Kombëtar unë mendoj që duhet ketë ndryshime në Këshill Kombëtar, qoftë edhe në procesin. Kam bërë disa propozime që do të bëhen publike së shpejti, por Këshilli Kombëtar patjetër duhet ketë ndryshime thelbësore. Këshilli Kombëtar është patjetër një institucion ku Partia Demokratike hapet edhe ndaj figurave si thosh të larta të shoqërisë, që kanë një perceptim apo kanë një mendim, kanë një ide të përbashkët me Partinë Demokratike, janë opozitar, po jo që domosdoshmërisht janë antar partie apo kanë pasur një karrierë në PD. Por gjithashtu Këshilli Kombëtar është edhe një institucion më i lartë i Partisë Demokratike, në të cilin dhe mund të vlerësohen antar të partisë, të cilët prej vitesh kanë punuar në atë parti dhe kanë sakrifikuar, që nuk e kanë gjetur sot mundësinë të jenë në parlament, sot tash mund të jenë një 10.000 demokratë që mund ta meritojnë më shumë se sa unë, apo mund të jenë dhe më të mirë se sa unë për që jenë deputet. Sot nuk janë ata, sot jam unë. Siç nuk isha unë dje, ishte dikush tjetër dhe unë bëja punën time. Pra në të gjithë aspektin, Këshilli Kombëtar dhe jam i bindur që do ketë ndryshime. Edhe kryesia e PD-s. Jam i bindur që do ketë ndryshime. Kurse për sa i përket tezës që duhet të jenë të ndarë deputeti nga pozicionet në parti, nuk mendoj që është e qartë, është e saktë, sepse deputetët janë të partisë, ne nuk kemi ardhur nga një vend tjetër. Unë jam shef organizimin në Partinë Demokratike. Dhe patjetër nesër mund mos të jem, se s'do jetë po i njëjti gjithkohës. Por nuk mund ta ndash deputetin nga partia dhe nga ufiqet e partisë për një arsye të thjeshtë. Baza dhe antarët kërkojnë të diskutojnë me deputetin atje. Dhe pastaj ngrihet pyetja, nëse do bëhet kjo, por ata që do të jenë nëpër ufiqe të partisë do kenë të drejtë kandidojnë për deputet?
Dhe nëse ato i lejnë ufiqet për të kandiduar për deputet, kush do t'i mbajë ato ufiqe gjatë kohës që ne do jemi proces zgjedhor, do duhet bëjmë zgjedhje përsëri, pra nuk ka vlerë ndarja e kësaj. Ajo bëhet me një proces zgjedhor ku kandidojnë njerëz të cilët sipas kontributeve të tyre, sipas aktivitetit tyre politik, se duhet thënë, ka disa që janë shumë aktiv, ka disa që janë më pak aktiv. Dhe patjetër kontributet duhet njihen dhe meritokracia duhet njihet si e tillë. Dhe kjo duhet jetë nga baza e deri lart. Për shembull, pse unë mbështes Sali Berishën si kryetar? Sepse nuk ka rëndësi se është korrik, gusht apo dhjetor, Sali Berisha në orën 9:00 është në zyrë. Dhe është gjithkohon duke na bërë presion që krijoni për mundësi takimesh. Të shkojmë këtu, të shkojmë atje, të shkojmë atje. Ai është njeriu që punon më shumë nga të gjithë ne, është turp që e them. Është turp për ne, por është realisht njeriu i cili është non stop. Nuk ka një sekond, një fraksion pushim. Si është nga afër zoti Berisha, krahasimisht me zotin Basha, pa ti ke punuar me të dy. Unë kam qenë ndër ata të cilët, jam i sinqert, kam pasur një shpresë të madhe tek zoti Basha dhe besoja realisht që nëse ai do të ishte kryeminist, do të ishte një kohë art për vendin me idenë që është një figurë e re me një bot kuptim tjetër. Pra kisha një shpresë shumë madhe, kam punuar shumë dhe kam dashur shumë edhe si njeri, se kam pasur dhe lidhje dhe ndjej shumë keqardhje se si rrodhen gjërat, por gjithse cili merr përsipër përgjegjësinë për vendimet e veta. Kurse se si ka qenë të punoje me zotin Basha, ishte pak e vështirë për vërtetës kur leje diçka. Pra kur kërkoje diçka, ta afirmonte atë, pastaj ajo mbeteshe rrugëve, për shembull një diskutim për degët. Nëse kishim një problem me një degë të caktuar që nuk po shkonte me kryetarin e degës apo nuk po bëheshe një takim për shkak të impenjimeve të tjera, ti e lije këtë diskutim në tavolinë, ai të thoshte po, ajo mbeteshe rrugës, nuk kishte këtë aktivitetin e përditshëm dhe tensionin e përditshëm që ta mbante gjallë diskursin, nuk kishe me zotin Basha nuk kishte një, si thosh, nuk e mbyllje dot një çështje duke ulur në tavolinë. Kurse me zotin Berisha nuk ishte i prerë deri në fund. Me zotin Berisha nëse shkon për diçka, i thot lëviz këtu bëhet, të këtu e ke gabim. Edhe mbyllet ajo çështje. Pra, i vë vulën direkt diskutimit, po them. Po mbyllet ose të thot, do ta mendoj dhe të thras. Kur thoshte Basha do ta mendoj, do harroje deri kur të thriste ai. Kurse kur thot Sali Berisha do ta mendoj, ai e mendon të merr të thret, thot hajde, kështu vendosa për atë çështje, mendoj që duhet bërë kështu, duhet bërë ashtu. Unë kam arritur ta njoh më së miri jo tani Sali Berishën, por kur isha antar i komisionit të themelimit. Domethënë sinqerisht është shumë qesharake kur dëgjoj nëpër studio, jo po është diktator në parti, e kam me dhunë, e kam kështu. Mbledhjet e komisionit të themelimit zgjasnin 3 orë, 4 orë. Ai refuzonte të largoheshe pa dëgjuar mendimin e gjithëve dhe diskutimet tona me njëri tjetrin. Refuzonte të largoheshe. Ne ishim disa raste unë, disa raste Flamuri, apo disa raste Luciano, thoshim ta mbyllim se bën 2 orë gjys, ai thoshte jo. Kush e ka, nuk ka kohë të merret me këtë punë, le tiki. Po këtu kemi ardhur për të diskutuar një mbledhje dhe gjithë secili të shpreh mendimin e vet. Edhe takimet që bëjmë neve po të shikojnë, se po të bëjnë një analizë gazetarët, shikojnë sa zgjasin mbledhjet tona. Pasi mbyllen dyert. Zgjasin më shumë. Kurse në PS zgjat sa bën fjalimin ai, pastaj për 5 minuta mbyllet mbledhja. Se s'ka atje diskutime. Kurse këtu mbasi mbyllen kamerat, zgjat 1 orë, 2 orë, 3 orë diskutimi, sepse i dëgjon të gjithë dhe këtë e bën me ne si deputet, e bën me kryetarët e degëve, e bën në përkryesitë e degëve. Për Sali Berishën ka 0 rëndësi se kush je dhe se çfarë je. Se ai ka te kaluar ato etapa, ai dihet që është një lider politik i pazëvendësueshëm dhe ai e vlerëson njeriu njësoj. Dhe një gjë që e kam dashur Sali Berishën unë gjithmonë është që edhe kur kam qenë më i ri, pra kam qenë 28 vjeç, 27 vjeç, që kam shkuar, jam konsultuar me atë, ai më merrte mua seriozisht njësoj siç më merr dhe sot. Dhe kjo është një gjë shumë e veçantë për të rinjt, në veçanti që ti vlerësosh mendimin e tyre. Nuk ka njeri që ja vlerëson mendimin si Sali Berisha. Zoti Saliani e shikon si model zëvendësues të zotit Berisha? Pra ishim të zoti Basha, të zoti Berisha, të zoti Saliani. Po flasim në kategori komplet tjera. Aspirant. Pritet që të bëjë një aktivitet të madh në debati kongreseve mos gabojmë, që do të jetë gjigant për treguar forcën
këto ditë, zoti Saliani? E shikon? Nuk e kuptova, çfarë do bëj? Do bëj një aktivitet të madh Okay. në kryeqytet dhe pritet që të mbledhi me mirë vetat. Paktën kështu kam informacione, kam dëgjuar. Mund të jetë kjo një shenjë prove, një force prove sipas teje? Dhe shikon një model zëvendësues ndaj zotit Berisha? Jo, s'ka lidhje fare, domethënë, nëse do e marr kështu për takime, mjafton të referohesh takimit fundit që kam bërë në Astir, për shembull. Nuk di po ti mbledhësh gjitha sallat që kam bërë ai bashkë, nuk bëjnë as gjysmën e atyre që mblodhëm në shesh, në vetëm zonën e Astirit. Mjafton të shikoni, janë kamerat e hapura, pra ka pas një takim me shumë njerëz për së vërtetës. Në këtë nuk e di. Unë thash, mendoj që unë nuk e di realisht kur nuk e di shoqër çfarë ishte kjo. Ishte antar kryesie, donte këtë edhe ne kishim një farë kështu, domethënë partia kishte më synon partinë. Mua më tha duhet marr Partinë Demokratike, drejtimin e saj. Ta bëj fituese këtë forcë. Ai antar kryesie ishte, mund të kishte garuar, s'kishte nevojë të dilte jashtë, po thua. Se kuptoj këtë. Unë nuk e kuptoj. Nuk di nuk mund të flas për gjëra që s'kuptoj. Okej, e kuptoj. S'më bën ai sens. Po që s'ka lidhje domethënë me këtë që po flasim ne. Njerëz janë përballë Sali Berishës dhe njerëz që janë përballur, kanë sakrifikuar për plasën. Mund të jenë çështje personale, ku diun. Jemi sinqer, merr me çështje serioze, krimin, korrupsionin, këto më duken karagjollëgje. Tani do futemi më një herë tek krimi dhe korrupsioni. Më jep një koment për situatën e korrupsionit. Ku sipas teje është problemi i madh që ka qeveria? Se mund të flasim shumë për shumë sektor, por që ta bëjmë më të koncentruar sipas teje. Po bëjmë të përgjithshme pra. Sistemi të koncentruar, s'kemi të përgjithshme. Mund të thuash emrat që ti dëshiron, nuk kemi asnjë shqetësim. Jo, dakor. Emra, institucione, korrupsioni tek ta problemi është sistemi që kanë ngritur. Tani vjedh vetë sistemi. Ta s'kan më nevojë telefonata të marrësh këtë. Këta kanë ngritur një sistem me cilën vjedh. Për shembull, Belinda Balluku aktualisht nuk është as zëvendës kryeministre, as ministre energjetikës, por janë diku tek 9 drejtorë të saj, të cilët drejtojnë të gjitha ministrit dhe të gjitha punët. Dhe i ka caktuar këto. Dhe këta janë të gjithë në urdhër të Belindës. Korrupsioni në këtë formë është institucionalizuar. Shiko, në Shqipëri ka 3 qeveri. Është qeveria Rama Balluku, që janë vetëm këta të dy, që japin idenë, që çadum, që është babëzia e këtyre, që janë qindrat miliona euro, që dalin me ide që mund vidhet edhe me energjinë, mund vidhet edhe me akshin, mund vidhet edhe me këtë dhe me atë. Dhe pastaj është qeveria e drejtorëve, që janë ekzekutuesit e të gjithë ideve për vjedhje të Ramës dhe Ballukut, dhe pastaj është qeveria e fasadës, që janë ata që ulen në parlament, që s'kan dorë asgjë, as i pyet kush. Dhe për shembull e patat ministrin e jashtëm, erdhi zonja e protokollit aty tha çau tha. E ul to karriget në botë. Ai që gabim. Po jo pse ata ulën pastaj te karriget e tjera. Disa lapsuseve që ka bërë. Po ai shkoi pastaj ulën te 2 karriget tjera prapë janë tyre. Pse nuk i than çosh nga ato 2 tjerat? Po i than vetëm nga kjo. Se ata janë zëvendësueshëm. Këta janë të gjithë njerëz pa një autoritet. Për shembull ke atë Llambadarin që kanë vënë për ministër të brendshëm. Ti ai çai thon ulu çau. Lamallari nuk ka qenë negativ, ka bërë edhe debate, ka marrë pjesë. Jo, as pjesë as gjë. Shumë, ndoshta nga shumë ministra të tjerë unë shkoj të jep intervista, del interpelanca. Jo, që fshihet ai te interpelancat edhe kur del në interpelanca. Atë ka qenë interpelancë me ju mos gaboj. Po fshihet sepse nuk thën përgjigje për interpelancën ai. Ai flet për çështje të tjera. Për shembull, në interpelancë kur ishte për mua, unë nxorra atë që antari i AMP-s, pra Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Ishte çështje që ndoshta s'lidheshin me të, mos gabojmë apo jo. Jo, lidheshin direkte me këtë. Po. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, që janë ata të cilët duhet të shikojnë se mos ka të inkriminuar apo të infiltruar apo për pastrimin e policisë shtetit, ishte në makinë në rastin e aeroportit ku ndodhi atentati. Po. Dhe ai ishte i AMP-s. Dhe unë e pyesja për këtë, ky nuk më thënte përgjigje për këtë, po më thotë shifrat, dhe për shkak se është dhe i pa, se thosh, kësh as i aft, në fund e mbyll fjalimin duhet thënë dhe këto shifra vijnë nga AMP-ja. Pra AMP-ja që ishte në makinë me krimin, unë i flisja pra AMP-n që ishte në makinë me krimin, ky e refuzonte atë dhe këtej më jepte shifrat e AMP-s. Pra është një fasad komplet, ai nuk ka dorë asgjë, sot policinë dhe këto i drejton Olti Bistri, se ka zëvendësuar Ergyes Agasin. Urtion Bistri. Po që ka qenë shefi operacionales, me cilin Belinda ka përgjuar të gjithë, edhe funksionarët e Partisë Socialiste, dhe prandaj rrin urtë ata ndaj Belinda Ballukut. Pra,
sistemi që ka ngritur këtë në korrupsion, i cili ka kapur majat, se po të them unë, shumë merr rrugën Qukës Qafploç, më shkoi një rrugë 300 milionë euro në Shqipëri. Pra aq pa kilometra. Ka mbaruar ajo rruga jo, apo akoma? Ka për të mbaruar në herë se nuk bëhet dot ajo rrugë. Nuk bëhet dot ajo rrugë. Kush e ka bërë atë rrugën, nëse mund të themi? Atë tani më s'm kujtohet më, po është Okej, s'ka gjë ka. 2T duket 2T e ka emrin kompania, se s'm kujtohen emrat të gjithë tyre, po 2T më duket e ka emrin kompania. Pastaj ke rrugën Korçersek, një rrugë që ne e bëm me 6 milion euro. Kishte projektin gati me 6 ura. 6 ura rrugë, që të kalonte në përfshatra. Këta erdhën e bën 12 milion euro kilometrin, 12 milion euro e bën në gjithë projektin. Këta erdhën e bën 12 milion euro kilometrin. 12 milion euro kilometrin dhe i hoqën gjitha urat. Duhet kuptosh që urat janë shpenzimi. Ura është shpenzimi. Ta hoqën urat dhe u rrit kostoja 12 milion euro 1 kilometër. Dhe ndryshuan nga do t'i binte rrugat, duke izoluar të gjithë fshatrat nga Korça deri në Ersek. I kanë izoluar dhe ka një, unë kam marrë firmat me karta identitetit të gjithë qytetarëve, e ka ngritur i pari Romeo Nazarko, një inxhinier i jashtëzakonshëm, dhe i ka marrë të gjithë firmat e qytetarëve të asaj zone me kartat e identitetit që ishin kundër kësaj rruge. Dhe mi që e bën rrugën, po qoftë Qukës Qafploç, qoftë kjo mbas 4 muajsh u shëmbën. Pasi e inauguruan. Ndërkohë rrugët tona që i kemi bërë ne prej vitesh atje, bie shi, bie bor, nuk i gjen gjë. Pse se nuk është vjedhur me ato rrugë. Me këta është vjedhur. Me këtë rrugë këta kanë vjedhur. Dhe këta që flasin për shkak kanë bërë korrupsion. Çfarë korrupsioni ka bërë? Po dosja e Akshit, se dosja e Akshit jemi shumë, ndoshta jemi pak familjar me çështjen e rrugëve, se ju e keni bërë betejë për dosja e Akshit, pastaj. Çfarë ndodh me Akshin? Ju kujtohet kur thoshte Sali Berisha narkoshtet? Akshi fakton që ne jemi narkoshtet. Dhe Akshi është shumë herë edhe më i madh se dosja e Belinda Ballukut. Dosja e Belindës ka një akt të tmerrshëm aty që krimi organizuar 3 Me që përmend edhe dua ta ezauroj. Thuhet që te dosja e zonjës Balluku është dhe opozita, është e vërtetë apo jo? Po ti. Prandaj opozita nuk reagon, ka Çi duhesh Ballukut opozita? Për çfarë i duhesh? Ku mund të jetë opozita të dosjes? Kështu thon, unë nuk e kam parë. Të jemi sinqert me ju. Ti ke ndjekur dhe vetë. Unë besoj të gjithë ata që dinë qoftë edhe emrin e një deputetit tonin, të vit ma thonë se do ta denoncoj unë. Çe ka ky që bashkëpunoga me Belinda Ballukun. Po më harrohet ti atë se nuk shikoj, Fari Balliu të dali, po që i përfshir aty do dal unë ta denoncoj. Ma jep emrin të dal ta denoncoj. Jo, un kam dëgjuar, nuk e kam të faktuar. E dëgjoj si diskutim. Kjo doli me idenë se dalin ca të çmendur, thotë, po futunin në burg ju bëheni publike. Pse do futën në burg për ta bërë publike? Po ku diun Agronia apo kush do tjetër, po ka disa, nuk është vetëm ai. Të futunin në burg ju dhe bëheni publike. Po jo, atë duhet ta bëj publike s'paku. Jo, gjithsesi. Kanë bërë publike të tjera, por nuk ekziston. Kemi informacion, nuk ka apo jo. Nuk ekziston, ose ç'pun kemi ne aty. Nuk ekziston. Edhe një që kishte dalë për ish kryetarin e Degës 7 dhe ish deputetin ton, Lefter Gështenja, e vetmja gjë që kishte dalë thoshte aty se ky është opozitar, fshiheni këtë. Ky mos marrë as i punë thosh. Jo se ka marrë, domethënë se. Ja, i thoshën fshiheni se mos merr në një punë ai. Aty, pra në këtë aspekt nuk ekziston, por aty ka një çështje shumë të rëndë tek ajo dosje që eksponentë të lartë të krimit organizuar i bëjnë presion dëshmitarëve. Dhe këta duke e lënë të lirë Ballukun dhe duke penguar drejtësinë, edhe dëshmitarët i friksojnë, se thoshë sa pushtet ka kjo. Kush janë ata, i themi dot emrat? Nuk kemi asnjë shqetësim. Unë nuk e di kush janë, po janë eksponentë të lartë të krimit organizuar. Mund të jenë troplinët, xhabaftët. Nuk e di, mund të jenë një nga këto se këta kanë gjithë bandat, bajrat, hajrat. Këtë duash ti, ta kanë pafund mafje. Ta vetëm vota njerëzish normal nuk kanë. Ta mafje kanë sa duash. Tani, pse ta thash këtë? Ka rëndësi sepse çështja e narkoshtetit është thelbi i problemit që kemi ne sot në Shqipëri. Narkoshtet do të thotë kur eksponentët e krimit, pra kartelet, ndërhyjnë në institucione. Ku ndodhi kjo? Ku është ushtria, shërbime sekrete? Të gjitha, Akshi. Akshi është pjesë e sigurisë kombëtare. Aty janë të gjitha informacionet mijat, tuat, të familjes tonë, të bankave. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Projekte të cilat janë marrë nga prestanome të karteleve të ndryshme. Pra, një kartel, po themi, karteli i Çopjave, shfrytëzonte biznesin e Klevis Balliut, futesh aty dhe merrte një prokurim caktuar, një tendër caktuar. E para, e dyta, eksponentë e krimit organizuar janë përfshirë në rastin e Geron Meçes, i cili kishte ankimuar 9 tendera, sepse ishin bërë me shkelje, tendera që i takonin këtij dhe jo palës tjetër, jo se është Geroni i mirë apo i kesa as e njoh as do ta njoh. Po them në rastin konkret. Ky njeri kishte bërë këtë ankimim, dhe çfarë ndodh?
e marrin peng. Kush e merr peng? Njerëz të lidhur me policinë. Njëri prej tyre ka qenë i përfshirë, se sa ka qenë roli i tij nuk e di, nën drejtor policisë në Tiranë. Tani, mbasi e marrin peng, e çojnë tek Suel Çela në Elbasan. E torturojnë. Dhe i kërkojnë që të tërhiqet. Ky tërhiqet nga ankimimet. Nga 9 ankimime, dhe nuk ngrihet një pikë pyetje ç'është këto tërheqje. Ç'është tërheqje? Sa është abuzimi në shifra? 100 miliona euro. Po nuk është vetëm problemi të abuzimit me 100 miliona euro, problemi është e dhënat. I Albania është e kakshi, zotëri. A nuk kanë dalë të dhënat personale qytetarëve shqiptar? 960.000 qytetarëve shqiptar i doli rroga, numri telefonit, numri kartës identitetit, adresa, fëmijë, çdo gjë. Ku rrinin, ku hanin, ku pinin, ku flinin, çdo gjë. I doli aty. Të gjitha këto u shitën në tregëzi. A di që janë shitur në tregëzi këto? Kush po hetohet për këto hakerimet që i bëhet Shqipërisë? A keni parë, ka 4 ditë spunon në Albania. Është Irani thon, fshihet. Po Irani ngeli këtu te ne, s'ka ndonjë punë tjetër Irani. Ne ç'punë prishim në Iranit. Si thon ekspertët, nuk e 50 veta jemi në ushtri gjithë. Kemi ushtrinë. Ne s'kemi tanqe. Balliu se jo, po një sekond. Po. Dhe tani përveç kësaj, ankimimet ku ishin bërë? Ishin bërë të Baxhanaku Edi Ramës. Dhe ka video konkrete se ky Ergyes Agasi kemi emrin për ata që nuk e din. Mund t'i themi Frango më duket e ka, Armando Frango, më duket. Okej. Dhe ky zotëria Ergyes Agasi triste Mirlinda Karçanen, që ishte pa shtëpi, pa kandandi, po na doli me 4 shtëpia. Në një intervistë tha që jetojnë me qera. Po vazhdon ajo me qera atje, po këta vazhdojnë tallën se doli me flamurin e Bashkimit Evropian, përdori flamurin e Bashkimit Evropian një ditë pas takimit me Gonzaton Edi Rama për të mbrojtur Karçanaj. Haq, vetëm mund t'i thuash të pyesësh që zot po këto që thot Spaku gënjen? Se ajo tha kam shumë respekt për Spakun, e du shumë tha. Po. Po shumë mirë, po ato atë gënjen ai, se si ke respekt për një që gënjen, sa ai thotë që i ke ti këto shtëpiat. Spaku e ka nxjerrë, s'kam nxjerrur. Unë se di çfarë shtëpi kanë këta. Nëse është ende pafajshme pa marrë vendim formën së prerë. Diskutim, dhe unë e prezumoj të pafajshme, por Spaku ka bërë këtë, ajo tha që unë e du shumë Spakun. Me që e do, si mund ta dush një që gënjen? Se këta thonë që ti ke 4 shtëpi, ajo 1. Tash edhe të mashtroj, edhe ta duash, unë nuk e di këtë punë. Gjithsesi, pra Ergyes Agasi e thriste në zyrë Mirlinda Karçanen dhe i thoshte, këtë prokurorim, dhe kjo është me video, nuk është teorike. Këtë prokurorim ti do ta bësh nga 2 milion euro në 4 milion euro. Dhe nëpërmjet kompanisë vet EA Solution dhe të mikut vet Ermal Beqirit, merrnin këto tendra që i shtonin si donin vet. Dhe këto janë gjithë paratë qytetarëve. Dhe ky është populli më i varfër në Europë që vidhet në këtë mënyrë monstroze. Dhe pastaj thelbi i gjithë këtyre vjedhjeve ku është? Ndërtimi. Pse ndërtimi? Se pastrohen paratë e karteleve të drogës, po pastrohen dhe paratë e korrupsionit që pastrohen në ndërtim. Jemi në 5 minutat e fundit. Aksioni i opozitës në muajt, në ditët në vijim, do vijojnë me protestat, pra çfarë parashikon opozita, sepse nga shtatori futemi në një stin elektorale, apo jo? Zgjedhjet lokale 2027-s. Gjëja më e lehtë për opozitën është të ri aty dhe të bëj këtë debatin aty në parlament, çohem të flas 10 minuta, ulem edhe të shkoj në shtëpi edhe unë. Kjo është opozitë rahat. Kjo është opozitë tallava. Të rrish kot. Opozit kot është kjo, që të rish në këtë formë. Nuk e duam ashtu, besoj edhe ti e kupton. Protesta nuk është në një qef i madh për ne. Është e lodhshme, është e vështirë, të jep kosto, të sjell kosto nga më të ndryshmet. Unë kem me 10 çështje penale që më janë hapur për këtë. S'është në një qef ajo. Apo hedhje ngjyq nga këto biznesmenët e qeverisë që do t'i bëj publike shumë shpejt. Cilat janë, nuk e di këtë. Do ta bëj publike shumë shpejt. Për çfarë? Për shpifje apo prishje prone? Për shpifje më duket, apo për diçka se nuk e kam pa tamam, por biznesmenët e qeverisë i themi emrat të lëviz. Nuk kemi biznesmenët do ta bëj publike unë atë. Por sa ti shikoj tamam që ti jem korrekt, domethënë. Okej. Dhe pra në këtë situatë për ne do ishte fare e lehtë që të mbyllësh gojën dhe të rrish aty. Jo. Pse jo? Në Shqipëri sot fatkeqësisht nuk ka më asnjë institucion të pavarur. Nuk ekziston. Nuk ekziston dhe është e pamundur të ekzistojë për shkak të presionit. Unë përndaj flet palosje me dikë dhe atë marrin telefon që pse ke marrë flet palosin të heqin mamin nga puna. Dhe këtë ma kanë denoncuar, kanë bërë denoncimin live. E kanë bërë vet. Dhe gazetarët e kanë pamundur të jenë të lirë, se u bëhet presion i jashtëzakonshëm. Disave u bëhet presion edhe nga bandat, dhe ka ca që e kanë deklaruar që kanë marrë kërcënime.
paraja ka hyrë kudo, pra është bërë pa mundur të kesh institucionet pavarura. Dikur çoheshin emrat qoftë Banka e Shqipërisë të bordi apo kudo tjetër, edhe nga opozita, edhe nga pozita, sot i ka të gjitha ky. Pra ti nuk ke më asnjë institucion të pakapur. I vetmi institucion i pakapur është protesta. Nëse ne ndalojmë si shoqëri të protestojmë, atëherë ne certifikojmë krimet e Edi Ramës. Ne i bëjmë një amnisti kësaj qeverie. Zëra kritik thonë që ju bashkuat votat në seancën e kësaj jave. Jo, për vërtetë si bashkuan votat ata. Rezoluta për integrimin. Unë jam dakord me atë pjesë, se integrimi është diçka që shkon për te një majorancë. Projekt rezoluta që po pash disa kritik në rrjetet sociale, gazetarë. Po i shtyn vetë, ta se thanë, jo po kanë folën telefon në këtë ande, unë ka folë një telefon me asnjë. Pati përgjigjeshtim nga zoti Bardhi. Po jo, pa ajo është bë publike, se unë kam qenë pjesë e mbledhjes. Ka qenë live dhe kushdo mund ta ndjeki, është live komisioni i jashtëm ku ne bëjmë propozimin që ngrini grup punën, ne tonin, ne ju tuajin dhe të dyja propozimet tona të futen në një. Por çfarë ishte? Aty nuk kemi bashkuar në votat. Kanë bashkuar votat këta dhe këta i sigurt jeni ju që i kanë bashkuar votat fal presionit të Bashkimit Evropian dhe të raportit Bashkimit Evropian. Pse? Parlamenti Evropian. Se po shikoje projekt rezolutën me këtyre. Aty ishte lule, aty Shqipëria ishte çuditshëm se si ishte në Europë. Aty biles të integroheshin këta të Europës të ne, aq të mirë ishim. Ai ishte kryevepër, luftë ndaj korrupsionit, s'ka vjedhje, drejtësi e pavarur kudo, parlamenti demokratik, zgjedhje të jashtëzakonshme, projekt rezoluta këtyre. Ne futëm projekt rezolutën tonë me të vërtetat. Raportin ose BE-dirit, fakti që Edi Rama vjen fare në parlament, që nuk pranohen komisionet hetimore, krimi organizuar, korrupsioni, këto i votëm ne dhe këta u detyruan të votojnë. Këta votuan projekt rezolutën tonë. Shumë mirë bën. Ne çdo gjë që vjen për Europën ka një qendrim Partisë Demokratike për integrimin në Europë do ta votojmë pro, se ne jemi iniciatorët, kush e ka bërë asociacion stabilizimi. Dhe është për te një partie politike, pra është çështje e kombëtar, po nuk e do Rama integrimin. Këta këtë dhe kolegët e mi këtë gabojnë. Rama do bëjë çmos për ta bllokuar integrimin. Po ku lejohet akshi në një Shqipëri që është në Europë, mos? Ku mund të ndodhin këto po të ishim në Europë ne? Po kurr. Po ç'i duhet Europa aty? Aty duhet tri këtu ku është. Klevis, shkurtimisht se jemi në limite, prandaj po nxitoj, më jep një koment, pra do të vazhdoni protestat apo jo? Po, patjetër un jam që në protestat duhet të vazhduar, sa do të vështira të jenë, sepse thash, nuk ka më asnjë institucion të pakapur në Shqipëri, mbien keq që e them, s'ka as organizata, as OJF-ra nuk ekzistojnë. Këto janë gjitha të kapura. Mediat janë të kapura nga presioni, nga çfarë doni ju, as nuk u vej faj në disa aspekte, por fakti është institucionet pa kapura nuk ka. I vetmi institucioni pa kapur është protesta dhe protesta duhet vazhdojë me patjetër. Në të kundërt ne i bëjmë amnistin më të madhe narkoshtetit. Do ishte e pafalshme për ne. Klevis Balliu, faleminderit. Kënaqësi që të kisha. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund edhe të episodit për ditën e sotme. Mos harroni na bëni subscribe, jepni edhe komentet tuaja. Ne në Albania Newscast do t'i shikojmë të gjitha dhe do t'i revizionojmë, do t'i diskutojmë dhe do t'i kushtojmë vëmendjen që ju meritoni. Deri atëherë do shikojmë në episodin e radhës. Fundjavë të mbarë të gjithëve.